Në këtë kuptim, unë mendoj që së pari Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë asnjë paragjykim. E kanë parë Serbinë brenda një projekti që ka filluar që në vitin 2020 me tentativat e të dërguarit special të presidentit Trump në atë kohë, ambasadorit Grenell, për të bërë një zgjatim të Abrahams Accord në zonën e Ballkanit. Idea simpliste ose shumë naive që gjithë konfliktet etnike në Ballkan mund të shuhen ashtu si në lindjen e mesme, duke ofruar një bashkëpunim ekonomik, u krijuar një artë e bashkëpunimit, duke krijuar edhe një bankë të investimeve vetë në Beograd, u vazhdua me projekte të tjera të cilat ishin jo realiste, si mini Schengeni Ballkanik, i cili u pranua nga Grenell, Vučić si fitore madhe në takimin e 4 shtatorit të vitit 2000 dhe kështu me radhë. Pra koncepti amerikan që vazhdon, i dashur Franco, është që pse jo edhe këtë zonë mund t'ju afrojmë një paqe të qëndrueshme. Pse? Për arsye sepse nuk ka një politik të fokusuar në Ballkan, kjo është e para. Amerikanët kanë deklaruar edhe në platformën e tyre strategjike që interesat tona për Ballkanin janë një stabilitet politik që mos na krijojë probleme, më tepër të mbetet për çështjet e Europës, dhe së treti, nëse ne jemi promovuesit e paqes nëpërmjet forcës, le ta provojmë dhe këtë në Ballkan duke quajtur një fitore të kësaj administrate. Pra, janë të gjithë këto faktorë që e bëjnë të mundur që politika pragmatiste në shumë raste të gjejë një bashkëpunim, dhe Vučići kërkon, siç e thatë edhe juve, për ta përdorur këtë politikë, duke mos patur qartësi, dhe ju me drejtë e bët shpjegimin, jo vetëm nga naiviteti liderëve europian të cilët janë lidhur dhe me interesat vogla, dhe këtu bëj një parantezë që Macroni ndrylli gojën dhe vazhdoi dashurinë me Vučićin dhe Serbinë nacionaliste vetëm nga afera prej 3.2 miliardë e 10 aeroplanëve Rafael që i mori dhe i bleu. Në këtë kuptim janë interesat e vogla ekonomike të cilat përcaktojnë dhe agendat politike, sidomos në raste kur nuk ka më sensibilitet ose nuk shikohet një rrezik i shtuar nga një konflikt emergjent që mund ndodhi në Ballkanin Perëndimor. Dhe së fundi, Franco, me që pyetja juaj është tepër interesante, dua të them që në këtë ambient të Vučići vozit mirë për arsye sepse ka një komponent të pabashkuar shqiptar. Deri tani, gjatë gjithë këtyre viteve, Vučić ka paraprirë me oferta të vetë ofruara Perëndimit, duke luajtur me faktorin e Tiranës si një bashkëbisedues dhe bashkëveprues për projekte të mëdha të Ballkanit, siç ka qenë ndryshimi i kufive, ashtu siç ka qenë Ballkani i hapur dhe tjera. Pra, elementi shqiptar për të marrë një forcë relativisht tepër të madhe, siç është çështja e Kosovës, do të kishte tjetër dinamik nëse Shqipëria do të vepronte ashtu si gjithë ato interesat nacionaliste të vendeve të cilat janë të ndara, veprojnë së bashku në botë. Nuk gjen në rast tjetër që mund të kesh vende të cilat shikojnë interesat të ndryshme nga dy regjime të cilat përfaqësojnë dy pjesë të një kombi.